Qytetarët evropian u kanë bërë thirrje politik bërësve në Kosovë që të bëjnë kompromis në mënyrë që të mundsohet formimi i institucioneve pas zgjedhjeve të së dielës. Me reagime të veçanta dolën përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Kaja Kallas, si dhe Komisionerja Evropiane për zgjerim Marta Kos. Sipas Kallas, zgjedhjet demokratike dhe gjithëpërfshirëse në Kosovë hapin derën për të kthyer faqen, pas më shumë se një vit bllokimi politik. Ajo u bëri thirrje udhëheqësve politik që të angazhohen në mënyrë konstruktive për të siguruar formimin e shpejtë të qeverisë. Ne presim që udhëheqësit politik të angazhohen tani në mënyrë konstruktive për të siguruar një formim të shpejtë të qeverisë. Ne gjithashtu nënvizojmë rëndësinë e progresit në dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës dhe normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, që mbetet thelbësore për avancimin në rrugën evropiane të Kosovës. Kompromis nga liderët politik kosovar kërkoi edhe Komisionerja për zgjerim Marta Kos, duke theksuar se stabiliteti institucional është kyç për avancimin e vendit drejt Bashkimit Evropian. Ajo paralajmëroi se do ta vizitojë sërish Kosovën, siç është shprehur sa më shpejt që të jetë e mundur, për të intensifikuar punën për integrimin evropian të Kosovës dhe për të vazhduar angazhimin lidhur me finansimin në kuadër të planit të rritjes. Edhe raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian, Riho Teras, u prononcua lidhur me zgjedhjet e 7 qershorit, duke vlerësuar se pjesëmarrja e ulët në votime tregon se qytetarët janë të frustruar nga kaosi politik. Bashkëpunimi ndërpartijak është i nevojshëm për ta rikthyer vendin në rrugën e duhur dhe për të ecur drejt kursit të Bashkimit Evropian, ka porositur Riho Teras.